Socialiste të përshëndes Fiorella, doja që të ndaleshin pikërisht zhvillimet e ditës së sotme, çfarë do të diskutohet në këtë takim? Duhet themi që kjo mbledhje me dyert të mbyllura e grupit të Partisë Socialiste vjen vetëm pak ditë pasi përpara drejtësisë kanë qenë eksponent të rëndësishëm të kësaj force politike. Kujtojmë Erion Velien gjykatën kushtetuese ku pritet kjo e fund të dalë edhe me një vendim për sa përket kërkesës zotit Velie për të shfrytëzuar vendimin e Këshillit të Ministrave, apo nga ana tjetër edhe numri 2 i qeverisë përballën me SPAK, ku është kërkuar të paktën sipas burimeve që deputetëve të Partisë Socialiste të kenë kujdes për sa përket të gjithë angazhimit apo edhe dialogut me opozitën në parlament sa herë që të përmendet kjo çështje. Nga ana tjetër duhet të themi që burime brenda kësaj mbledhje me dyert të mbyllura, e cila ka zgjatur rreth 60 minuta, është diskutuar dhe projekt buxheti i vitit të ardhshëm, i cili pritet të vijë në kuvend dhe më pas edhe të ketë të mbrohet nga ana e deputetëve të Partisë Socialiste si në komision gjithashtu edhe në parlament, kur do të mbërri edhe për të diskutuar si në komision ashtu dhe në parlament, ku tashmë drejtuesit e kësaj force politike janë një orë me draftin e projekt buxhetit, që më pas do të jetë një nga seancat më të rëndësishme, por duhet parë nëse në seancën plenare apo në komisione do të ketë diskutime apo bllokime nga ana opozitës. Nga ana tjetër, një tjetër pikë e rëndësishme është diskutuar ditën e sotme, duhet themi një nga gabimet që ka bërë kryetari i kuvendit zoti Niko Peleshi seancën e sejtës, pasi edhe pse duhet që të kishte 84 vota, një shumicë cilësuar dhe një shumicë konsensuale për anëtarët e rregullatorit, Niko Peleshi në orët e vona të seancës plenare ka miratuar emrat të cilat kanë garuar për nga një anëtar në rregullator me jo votat përkatëse, jo me votat e nevojshme që duhen, duke kaluar emrat. Por një problematikë e cila edhe për shkak të ngjarjeve të rëndësishme që ndodhin ditë më pas nuk ka marrë vëmendjen publike, dhe sot në mbledhjen e grupit është thënë që do përsëritet votimi për sa përket anëtarëve të rregullatorit, pasi ka qenë një gabim nga ana e zotit Peleshi dhe tashmë duhet që të kalojnë sërish në parlament për të votuar dhe për të marrë votat nga të gjitha krahët. Duhet të marrin minimalisht 84 vota, ndërkohë në seancën e sejtës u kaluan më pak vota, dhe një ndjes që duket që tashmë është nga socialistët, pavarësisht se nuk pranohet publikisht, që është një gabim dhe duket që gabimi është lënë shërbimeve të kuvendit. Këto kanë qenë disa nga diskutimet, ndërkohë nga ana tjetër disa prej deputetëve apo shumica prej tyre do duhet që të punojnë edhe për fushatën elektorale, për zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki të vendit, ku tashmë duhet të angazhohen për të arritur dhe objektivat e tyre për fitoren ditën e diel, ku do zhvillohen edhe zgjedhjet e pjesshme vendore. Faleminderit Fiorella për detajet që përcolla. Në fakt një